Unë isha duke më nisë për Kosovë dhe drejtoresha burgu të erdhë para se me dalë për objekti dhe tha I kam 2 pyetje po Drim Qaku për ty. Tha do me marrë automatin, me vrash shkije atje, se u lidh me akt akuzën, edhe pyetjen e dytë tha, a do me thirr tha Hashim Thaqin në hotel me fjetë? Thash, Hashim Thaqi, është I martun, thash e na nuk e kena tradit, thash me thirr burrat e martun. Thash se të kish qenë pa martun, thash po, e kisha thirr. Thash po se kena tradit na. Kështu e kum po. Se kum pas provokime edhe pe inspektorëve tani, për mu liru. 3 oferta me kanë ofru mu liru edhe s'kam pranu. Aty më kanë marrë kryqi kuq, unë thanë u lëshun edhe 20 mashkuj, edhe në autobus, pëqojmë për Kosovë, po pinija unë atë aty bisedu. Edhe tha aty një serbe, tha jo, tha këta, tha se dalin pup, tha krejt keme prit atje, mu mëni krenar, tha me mashkuj hesht, tha po këta, që tha për Beograd edhe e qojmë nesër. Me 16 mars, u më nëzërën prej burgut për Zharefcit, edhe unë e thash, pse nuk po më dërgoni mu për Kosovë, tha po të qojmë Beograd, tha se nuk e ke pa Beogradin. Atje më dërgun me një objekt, me siguri ka qenë objekt I kryqit kuq, më lanë aty vetën, edhe më hini far stresi, far frike, me I ta vetën, se qa po ndodhë me mu. U të ru, ta natën aty, të këshyrë, të formë zyre, peshën I telefon. Adi, kur më dërgun aty, ditën, folën telefon. Thash, për serit e provoj, apo mu I marë familjen, edhe kësha mojt men numrin, thira, edhe kun folë, thash, unë ju më liru prej burgut, thash, po sot nuk vi, thash, jam Beograd. Thash, që telefon ilegalisht jam të I përdur, thash, unë jam shnosh e rahat, thash, nesër vi. Tha, nona, po e kanë lojmin, tha, krejt më lëshu, të rak më nalë telefoni. Ma ndërprejtën, se me siguri e kanë monitoru edhe ma prova telefonin s'ka bo. Aty, prej qa po ndodhë me mu. Linë vetë pytjet, së më lanë me shku për Kosovë, më lanë të vetën, rëmblojshin dyrt, shkoj nata, gjatë ton nata që ashtu, kam në gjesi, isha nevoja me dalë në toalet, edhe dalë, kur hinë banje, shoni bojler, që një shampon kish pas ato, thash more, unë e dekë se dekë, bilit hitë pastruna. Edhe jëmë hijën pastru, atë stres ato, djerës atë mundim, atë ljodhje, ta natën pa gjumë, pa e ba asë një pikë gjumë atë natë aty, ma hoq ujë. Unë freskoj, edhe unë flok të drejta, që shi pa ta flok që më këshin lepit për trupi për djerësve, edhe për mundimi të e mundu vetën që apo ndodhë të natën me mu, frika. Edhe krejt frika, e thash edhe ma heret, kisha frikë që mos po më dhonojnë. Më këfjeli ujtë. Flokët e mija më bënë në drejta dhe pesho vetën pasqyre në banja aty, u bëna me e bukur. Ma e këtjelë. Se që isha në qëfar gjendje, më kanë hypë në Prishkuq dhe e marë për Kosovë, në Prishkuq, në Merdar, më ka pritë Sebastiani. Edhe ky fletë Shqipen, është francez. Tha, Zaria erdha, hajde mirë se erdha në Kosovën e lirë. Edhe familja tha e nërë me të pritë, atje janë të Prishkuq, po të presin njerës të tu. Kumë të ndu mi marë roba, tha e mos prej. Krejt veti ka marë, edhe aty tani, një ushtar Amerikani shko, më bani pytje që shpenin vetën. Edhe ju përgjegja. Thash, dhe tash e këmë thith një arë shumë të helmun, tash pëtiti një arë shumë të pasër. Në kanë qu, edhe se një ditë për para u lëshu Flora Brovina, dhe më thonë,
Ja, atë ditë kur u shu Flora Brovina, e kum pas vizitën ditën e dytën për nanës për herë të parë. Mas një viti diçka i ra më lëshu, veç kështu që pronën të Kryshkuq u përshëndeta me familjar, këta ka ishin në heq, veç i këqyrsha, u pina. Edhe e përgadita vetën psikikisht, mos me qajt. Do që ajnë ka të vogël që i kum la nuk i njafsha, do i njafsha kështu që erdhan familjen tëm, më këshin pështu familja, kështu që kjo ka qenë diri këtu.